Universiteti i Vlorës Ismail Qemali u përfaqësua dinjësisht në samitin e arsimit të lartë Euroaziz 2026, një nga ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë. Kjo pjesëmarrje përfaqëson një hap të rëndësishëm në drejtim të ndërkombëtarizimit të universitetit, duke krijuar mundësi të reja për bashkëpunime akademike, shkëmbime studentore dhe projekte kërkimore me institucione partnere nga e gjithë bota. Delegacioni i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali përbohej nga rektoria profesore doktora Aurela Saliaj, drejtoria e Drejtorisë së Kërkim Zhvillimit dhe Marrëdhënieve me të Tretët, Romina Tahiraj, si dhe përgjegjësja e promovimit dhe marrëdhënieve me publikun, Ajola Çobani. Gjatë aktivitetit, përfaqësuesit e universitetit zhvilluan takime me universitetet dhe organizata ndërkombëtare, duke promovuar programet studimore, potencialin kërkimor dhe rolin e rëndësishëm të universitetit në rajon. Angazhimi në aktivitete të tilla ndërkombëtare forcon vizionin e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali për të shndruar në një institucion modern, të hapur dhe konkurrues në arenën globale. Pjesëmarrja e universitetit synon rritjen e ndërkombëtarizimit institucional, zgjerimin e rrjetit të bashkëpunimeve ndërkombëtare, nxitjen e mobilitetit studentor dhe akademik, identifikimin e mundësive për projekte kërkimore të përbashkëta, promovimin e programeve studimore në nivel global. Gjatë pjesëmarrjes në samitin e arsimit të lartë Euroaziz 2026, delegacioni nga Vlora është angazhuar në takime bilaterale me universitetet dhe organizata ndërkombëtare, ndërsa mori pjesë edhe në panele, seminare dhe workshope, prezantoi ofertën akademike dhe potencialin kërkimor të universitetit. Gjithashtu, u arritën shkëmbime praktikash të mira në fushën e ndërkombëtarizimit, krijimi i kontakteve për marrëveshje bashkëpunimi. Pjesëmarrja në këtë samit përfaqëson kështu edhe një hap të rëndësishëm strategjik për Universitetin e Vlorës Ismail Qemali për integrimin e tij në rrjetet ndërkombëtare të arsimit të lartë, që do të sjellë rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare, përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, forcimin e rolit të universitetit në rajon dhe më gjerë. Ky samit konsiderohet një platformë kyçe që lidh universitetet me tregun global të arsimit dhe nxit bashkëpunimin ndërkombëtar. Pjesëmarrja e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali në samitin e arsimit të lartë të Euroaziz pritet të kontribuojë ndjeshëm në avancimin e procesit të ndërkombëtarizimit, duke krijuar mundësi konkrete për bashkëpunime akademike, shkëmbime dhe zhvillim institucional. Ky angazhim përforcon vizionin e universitetit për të qenë një institucion modern, i hapur dhe konkurrues në arenën ndërkombëtare, ndërsa pati interesim të jashtëzakonshëm për t'u njohur me Universitetin e Vlorës Ismail Qemali dhe për të krijuar kontakte dhe lidhje bashkëpunimi. Ky samit i arsimit të lartë Euroaziz konsiderohet një platformë e rëndësishme ndërkombëtare për jetëzimin dhe bashkëpunimin në arsimin e lartë, duke mbledhur mira profesionistë të sektorit dhe duke ofruar panele, diskutime dhe punëtori mbi trendet më të fundit të ndërkombëtarizimit të universiteteve dhe mobilitetit akademik. Pjesëmarrja e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali në këtë samit përforcon edhe më tej praninë ndërkombëtare të institucionit dhe angazhimin për zgjerimin e partneriteteve strategjike me universitete dhe organizata të arsimit të lartë në rajon dhe në botë. Por në këtë samit pati edhe një surprizë për Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, pikërisht një shtetase turke këndoi shqip vetëm për delegacionin nga Vlora të Universitetit të Vlorës. Yanana, 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 yanana,